gjoku jonë shpresë për dikon inshallah. Nëse unë jam sebeb për me pështu një jetë, pse jo? Edhe me iniciativën e dy prindve të me, ku sot i ndjeri babi nuk është mesin tonë, dhurimi i gjakut me vazhdu edhe pas vdekjes së tij. Po mendoj që amanetin e babit janë t'ia çuar në vend për raste që kanë shumë nevojë ama kur për ty. Ardin Vllaçko ja pafshoj. Faleminderit shumë juve. Si ti thush dikona që orë dita 5 smurti me njëherë ko me tanë kena me dhurur gjak. Sot doza gjak dhurohen mrana ditës sot. 200-250. Apo tutesh? Jo. E sot era që jap gjak? E teta herë që jap. Përshëndetje miq, temi nga unë Dorun Tina. Edhe nga unë Arlindi, edhe nga unë Adea. Pra siç po e shihni, ndodhemi sot në fshatin Ratkoc, pranë qendrës së mjekësisë familjare, ku kemi ardhur ne treshja e ortë me dhuru gjak. Janë orë sot me dhuru gjak për ata cilët kanë nevojë, masi që na dojna gjak, ata që kanë nevojë për gjak. Qendra mjekësisë familjare dhuron gjak domethënë për këtë Kosovën. Gjoku jonë shpresë për dikon inshallah. E në ardhë komplet si ekip, na 3 treshi për sheshi ose treshe e ardhë, ma sakt. E në ardhë me dhuru gjak, e do është zoti inshallah këto dyat së mligjen. Jem orë veti 5, inshallah këthena veti 5, ja peti inshallah jo veti 3. Inshallah, po shpresojmë. Hajde, po shkojmë drejt qendrës. Hajde një që shë kisa konti, përshëndetje. Përshëndetje miq të mi. Adeja na falë se ty të lem pak onash, me na bua halal. Qëra, Adeja është sugarica e ekipës tonë, është më e reja, du me thonë. Po më duket që sot s'ko me bat përshëndetje. Përshëndetje mi, se ko më ligë. Ja, unë nuk se të Po, rejna. me që... Hajde. Me që tash me emision jem gjdo dit në përfshatra, mu kanë po foqet e kuqe, trosh, se për ndryshës s'kësha pas me doru. Pi, tomel, qka mos. Edhe në fund, jep, që më thonë këtë kena Jemini, kena poshtu të kryetarin e fshatit, e na nashë si ekip tanë për herë me dhonë gjak. Jemin, me vazhdu me në vlo. Atëherë fillimisht si ka lind ideja dhe që sa viti keni fillu me këtë iniciativë për dhurimin e gjakut? Sot është viti 22 me radhë që dhurojmë gjak. Ideja është ka një fatkeqësi edhe kemi kuptu në atë fatkeqësi se sa është e rëndësishme dhurimi i gjakut, edhe me iniciativën e dy prindve të me, ku sot i ndjeri babi nuk është mesin tonë, po e kalan mas një trashëgimi edhe një sadak rrjedhë se kisha mujtë me thanë që dhurimi i gjakut me vazhdu edhe pas vdekjes së tij. Tu i falendru edhe organizatorët e fshatit Ratkoc. Të përshet një fluks bukur i madh, ka gjatë gjithë kohës lëvizje, po më intereson si e kanë prit banorët e fshatit Ratkoc këtë iniciativë para 22 viteve. Me m'pastan mu që mas 22 viteve është një lloj feste në fshatin tonë. Nuk isha mujtë me besu se jenë kanë mediat pak ma të pak ta teknologjia informative u kanë pak ma pak, po të e po interesimin se kjo ka shku në për familje, që kemi fillu në familje, ka ardhë dhe një familje tite nuk ka bashkan gjithë, edhe sot dhurojmë gjak. Ata që i në kanë për shamëll një vjetë, sot i kanë 22 edhe kanë ardhë sot i dhurojmë gjak me dikan tjetër ose... E mira është që asë një familjar nuk vjen vetë. Hapat e parë, po besoj këtu nuk keni qenë. Çfarë ambienti i keni? Hapat e parë i kemi marrë në odën tonë, edhe kemi dhënë një familje ngushtë, diku 20-22 anëtar. Pastaj e kemi pa që interesimi është edhe më i madh. U kanë vitin e dytë numri i dhurosëve nëse s'gaboj 40, edhe me iniciativën e drejtorit shkollës edhe ai ndjer Ibrahim Hoti e kemi vazhdu duke mos e harru edhe arsimtarin e gjeografisë Bilal Hotin, është ndër mësuesit e parë. Edhe ideja ati u kënë që na me vazhdu në shkollë, sa atëherë nuk e kemi pas mjekësinë familjare. Edhe pas interesimit shumë të madh, na e kemi pas edhe mjekësinë familjare dhe kemi vazhdu. Po, bashkë gjithë jeni rrit ashtë. Po, edhe jam rrit me idenë që me dhanë, ama kur mos me marë. Edhe sot, po menoj që amanetin e babit janë t'ia çuar në vend, po bashkë me banorët e fshatit Ratkoc, po edhe banorët tjerë. Edhe kisha dash sot me neve është i rregullt, po sot kena vendos, nuk e kena dhënë transfuzionit, mja dhënë kartilën, po sot Arlindi kisha mujtë me thënë qytetar nderi i fshatit Ratkoc. Faleminderit shumë. Edhe kjo kartil inshallah e përdorish
Amin. për rastet që kanë shumë nevojë ama kur për ty. Arlin Vlaçko ja pashojë. Faleminderit shumë për juve, shumë faleminderit Ja dona pash për hojrin. Shumë faleminderit. Faleminderit që nuk i bashkangjuar. Adria. çdo herë. Komplet stofi. Unë Arlin Kahrimoni vetë se e pat punë jam, heca me dhonxhak unë. Amo Na pa i rapor e dëna mja më shtu krejt. Kismet Allah. Vlaçko që shtina? Mirë, faleminderit. Shna shahat. Po, Po të vështirë. ju. Që sa ku jep gjak vëlla kallzem? Asnjëherë s'kam dhënë sot sefte. Pse bash sot sefte vëlla kallzana? Vallaj me të kallzu drejtën me se edhe lujmë futboll, kombëtarët Kosovës tanë poturve, ne përvësojmë Kosovën, edhe nëse ndonjëherë dikush ka nevojë, nëse unë jam sebeb për me pështu një jetë, pse jo? Halal qoft. A do me vazhdu tash e tutje çdo vit me dhon gjak në atë koc? Gjithherë, çdo herë. Sa herë që përsëritet vit pas viti vi këtu. Nëse më jep Zoti ymër. Shikus në Rum jena këtu me djalin e Mehmetit, Pajtim Hutin. Pajtim që shtina vëlla. Mirë, Me shnit, shumë mirë. me holle me dirte, Tana ka pa. apo tutash? Jo. E sa dera që pjep gjak? E teta herë që ja, po që s'ku mujtë me dhanë për shkake shëndetësore. Do thonë e teta herë që jep gjak. Që të jap A gjapo. dërë më nolë të jep gjak? Jo kur. Halal ku. Sot ta kem snajtën jo. Sot, nëse nuk ka bëj sot është për kujtim për babin tënë, Për babën po. inshallah do në Zoti në xhenet, Mja të keni bashkë shumë atje. faleminderit, mja që shumë amanetë dhe në vend. Çdo herë unë japi 2 edhe herë edhe 3 herë në vit të e kuptu që gjaku është shumë i nevojshëm për pacientat tonë. E mandena llogaritet edhe një prej sadakave të mshefta që ne e japim këtu, por nuk e dim se kujt ja japim. E mandej është edhe shpërblimi më i madh për këtë arsye edhe japim gjakin. Kjo datë çka simbolizon? Simbolizon ditën e dhurimit gjakit 5 shkurti. Kur keni fillu me këtë datë apo? Po, kemi fillu me këtë datë Met Hoti, ka fillu i pari fshatin tonë. Edhe nodë, ja ka fillu nodën e vetë, tonë na kemi trashigu për metës. Po, pastaj ju jeni bashkangjitë, radhë me radhë. Radhë me radhë tash. Si e kanë prit banorët? Shumë Atë mirë. kohë, para 22 viteve. Po, para 22 vite, po kanë prit ju bashkë. Mirë, po toni ko pas koha janë mësu, janë vedisu edhe tash si ti thush dikona që jorë dita 5 shkurti me njerë ko me tanë kena me dhurur gjak. Sa dozat gjak dhurohen mrena ditës sot? Pavarësisht. Sot dallimin mes viteve është për shkak se tash që është bërë liberalizimi, domethënë pa do të më cek ky rast se njerëzit pa shkojnë nëpër vizita, s'pa mund më kthy ko, edhe pa japin nëpër vende të tjera, domethënë tash është bosi tradit ky rrafshi jon komplet fshatëm fshat. Po ka të jepet mundësia, po ka mundësi sot ka dëshirë me dhënë të, po nuk është mirë me shëndet ose të përdor diçka, atëherë detyrohet me shku në datën tjetër me dhënë. Këto kom cek edhe nëpër intervista të tjera, po numrat zakonisht sillen nuk i preferoj mi përmend kështu, po jem dikon me numrat prej numër më të mëdha, domethënë nëpër pika të tjera që japin dhërimit gjakut, jem me numër rekord zakonisht, po thoj se nivel Kosovë këtë zakonisht. Sa shkon pavarësisht numri? Pavarësisht me tamin shkon dikon e kalon 200-250, po në atë kohë këtë datë. Halal dhe qofë mas parë për iniciativin që keni marrë, se gjoku jonë shpresë për dikon. Ashtu Ashtu edhe ne mendojmë edhe në atë mënyrë veprojmë në për atë shpresë. Ja fëmi familje shullo që na ki prit dhe që na ki thirë.